Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pas ditën e dita më nesër gjithmonë në DTV Media. E sot e kam dhënë ta kem në studio një talent të vogël e cila siç po shohim edhe në tavolinë, ka mbush kështu me medalje dhe domethënë fushën e baletit, dhe ajo duket se është më e mira. Kam dërin ta kem në studio Hanën. Përshëndetje Hana. Përshëndetje. Mirë se ke ardhur dhe po besoj se sot kemi më kënaqur. Si kanë filluar ato fillimet e tua në balet? A mësh më na tregu? Pak unë pas kështë emocione, jëm tut, për tani herën e dytë ku pas pak emocione, herën e të retë nuk unë pas heq. Do me thonë ato me kohë, jënë zhduk krejt emocione. Dalja e parë në skenë, cila ka qena më shme nga tregu? Medalja e parë u kanë, kur i ku pas 5 vjetë, u kanë në Shkup, që i ku morë 2 vende të para. Do me thonë, me medaljet parë, keni shumë krenare, po ashtu edhe emocionet me njerë janë zhduk. Po. Çfarë ndjenje është medalje në skenë, që shpregatitesh? Nuk nëse është rëngë kështë është adin mirë, se tani adin nuk ka rëngë kështë levizjet. Do me thonë, do të me marrë shumë seriozisht, ato dhe më pera pregadit këtë gjashëm. Po të se nëse do me arrit, duhet me bu suksesin tënë. Po nëse nuk dënë, bësh qatu shtatë. Po, fix. Do me thonë, ti pregadit të shumë. Qështë do këtë ajo pregaditja së të baleti është pak i vështirë, kështë? Është pak i vështirë, për nuk edhe ashtë i vështirë nëse ki talent. Se nëse kështë ki talent, munësh me arrit suksesin tënë, ku do që shkon? Kush ta ka zbulu ty talente? Kur unë jam kanë e vogël shtë 4 vjeqore, unë ja kom njësë që është me adem është me bukë shtë balet, të shpia, mami dhe bobe e kanë vrejt që adem për më përqen baleti, kena shku të mësusja Vlora Prizreni, kena shku të ajo, kur ka përfundu ora, mësusja i ka thonë momit që unë e kam shumë talent edhe mundet me adin shkëllqyë. Tani, kur i kom pas 5 vjetë, adin ka provu e kështë më qume një gorë edhe kë marrë vendin e parë. Qështë do këtë ajo me shku në gara, vjen ftesa, po? Nëse ata garat nuk e dione, për kështë më do këtë ata thujnë. Do me thonë ata ju throsën, edhe tash ju kur të shkoni në gara, e keni vendet, do me thonë caktume. Sa ata kështë e vlerësujnë, i bën levizjet kështë të mirat, keqe, tani ata e vlerësujnë cilën vend e merë. So është e vështirë mi bu ndështë ato levizjet precize dhe të sakta krejt që do të mi bu. Do me thonë vynë konstant me bu nështë edhe nësë është e vështirë me najtë në qatë pozicion, një ko pak ma të gjatë, se me leviz në qatë mënyrë, atëherë te ato a përsërit me kohën edhe e mësan. Po. E përmendëm që familja ty të kam bështetë shumë. Po, edhe unë i falimderoj shumë, që vim për mas meje ku dhe që shkojmë, edhe i du shumë. Do me thonë jemi këtu, ku jemi me anë familjes, po besoj që kjo ka me vazhdu gjithmonë. Gjithmonë. A shë baletin të si një profesion që në të ardhme në kjo me vazhdu gjithmonë? Po, se une veç thëmë homos tani, se veç atë të botën tonë e kia ki që mu bu balerin kur ki e modhe, modele, pianos, qa ki qef të bënu. Përveç pianos, qka të pëlqen? Përveç baletit, qka të pëlqen dhe qka tjetër? Më pëlqen gjimnastika, piano edhe modelizmi. E piano, me nga të regu pak se dhe kjo, do me thonë lidhet pak a shumë, këtë këtu lidhen në një vete. Po. Qka të ka pëlqy tek piano, pëse ke fillu me ushtru piano? Në piano këm filluar sepse atë këm dosh kështë me po talentin tem në piano, e ku po që këm talent tash haloja filloj, edhe baleti me piano një shumë adin ofër, po se kanë një artë shumë të bukër, sepse kongat e baletit lidhër shumë me piano.
Do më thonë ty të pëlqen ajo lloj muzikës. Po ashtu përmend edhe modelizmin. Po, unë kur i ko pas 6 vjeçore, kom fillu edhe modelizmin, deri 1 vjet më duket. Kur i ko pas 7 vjet, kom dosh me provu dhe këto pianon, edhe tash Do me thonë e ke vrit talentin tënd edhe je mundun që në secilën fushë të mundshme, me pas se ku po ki ma shumë talent, që atë po mund është mi bo, edhe e kemi pas që ke arrit në këtë po fusha me pas sukseset ndoja. Po njëherë kom pas qef edhe në gjimnastik, po momi ma dinu më ta ju se është shumë e rrezikshme, mund është me vrona i koma na i sen, tani nuk do shta me provue, se mos më vrona na i kon. Edhe tani e provuva këto pianon, e posh që kom talent edhe tash janicë me vazhdu halo. Këto përmendëm që lidhen shumë, edhe është ai veshi muzikor që e kena nështë. Po, Çfarë ndjenje është kur ta kish, kur ta merresh një medalje, çfarë komentesh do ta merr prej shoqërisë, prej familjes? pej familjes më morë shumë, sepse njëherë jo kom Zagreb, edhe i ku morë 3 medalje, njëherë vendin e tretë edhe 2 herë vendin e parë. Edhe bobi jam nuk u kom, po veç momi, edhe kur jam këthyu në pej Zagrebit, e ku po këtë dhume te me dhurata se adi ku mu shtru kështë shumë, deri sa kom arrit. Deri sa kom arrit kështë mirë, me morë na i sen. Ti ka që re, ka që vogël edhe e kitë këto medalje. Çka mendon që kema arrit me anë baletit, muzikës, kur të rritësh? Cila është ondra jote? Ondra jem është që kur rritëna mu konë një balerin e famshme, një balerin e mirë e tjerat. Ti përmendë që ke gjenë në Zagreb, pra ke dalë dhe jashtë vendit, krejt me këto, do me thonë, ki edhe udhëtimet, janë kështu ma fun, ma të mira, janë ato që nuk e bojnë ashtë rutinore, dhe ashtë për shambull të mërzitshme një punë që e ki veç për shambull për dit me shkut njëtin vend, po udhëton, edhe ajo është diçka dhe ma e bukur, viziton shumë vende tjera. Po Cilat kanë qenë për shambull disa vende që ty të kanë përqy që i ke vizitu? Mu ka përqyar shumë Turkia, sepse ka shumë artë të mirë, ka sukses të mirë, dhe Turkia adi kështë e mbon kështë mirë baletin, ka solla shumë të bukra, e ka artin e mirë. Pra vlerësohet baleti aty dhe këqyret, ka për shambull dhe pjesëmarrës që dojnë me ju po juve aty. Po, edhe aty janë shumë mësus të mirë, dhe i falimderoj shumë që mu ka ndonë ka shumë medalje. Me të vërtet është një krenari shumë e madhe, sepse arti ju në Kosovë është mirë që këtë artista mu po edhe në sfera ndërkombëtare, se kemi shumë shambull të mirë, që edhe me anë për shambull të sportit, të muzikës, të baletit, kemi shumë pra shqiptarë, cilë me të vërtet mundë me thonë në zbardhin kështu ftyrën neve, po ashtu edhe e kemi një shambull shumë mirë që edhe vajzat si ti me pas dikënd që, okej, unë kom u bu si që ajo. Po, nëse kështë je vogël, garant mund është me pas sukses, garant edhe ju, po duhet me ushtru apet sa apet, edhe nëse ki sukses edhe që të mësusja bravo shumë mirë, ti nuk do të thonë, hajtë se unë e bëllë mire pas na nuk po shtrejheq. Mos po nuk po shtrejheq. Apet sa apet, nëse ki sukses, apet do të me ushtru për me morë, halo ma shumë sukses. Qka do të me pas një balerin si pas teje? Se atë janë ato vetit që do të me pas? Që do të me shtri gjojt, që do të më konë pozicion të mirë, mos adin me gjujt kështë për më koncentrue, gjëra tjera. Do me thonë lypë shumë koncentrim. Po. A mundet ndoshta një lëvizje me prishat performancën? Për ata du të me konë shumë e kujdesshme? Që ata du të me konë shumë e kujdesshme, sepse nëse adin vish një gabim atë vogël, nuk di garant mund nga me morë nga i vend tjetër. Po, do me thonë du të mu mundu me mri perfekcionin gjithmonë. Po ashtu edhe është ajo që du të me konë e knasht me vetën, për ata gjithmonë duke pas edhe, do me thonë, potencialin tënd,
ti vazhdojnë edhe e merë këto vendet e para, gjithmonë e kemi të pratë mbushur me medalje këtë studion, dhe ajo është ajo që na motivon neve, pra. Po shembull, nëse jemi naj kështë gorë dhe nuk e adi kujton kështë vallëzime, nuk do të mund nol me thonë kështë në mendje, jësë më kujtoj që kjo pjesë jësë e në kështë, përveç do të më janis do pjesë që të kujtohen, edhe tani nëse të vitë halo muzikë, veç të na i sen tjetër. Pra du të me improvizu, du të me gjithë vetën atë. Po. Gjithmonë mos më ndalë, mos me pas panik, me largu strese. Po dhe, se unë një herë që shtojmë konë Zagreb, që ku marrë vendin e tretë, nuk mu kanë kujtu edhe shumë mirë këtu levizje, tani veç adi kupton hajtë të bëj qëto, se s'mu kujtu është në levizjet. Po dhe gjatë kohës, kështë të kujtohen ndërkohë, kështë që normalisht sepse edhe duke ushtruar. So e njëtë për shambull të ushtran? Une ushtroj ushtroj të martën edhe të ejtën, për këtu ditë mësuesja nga ka bu pushim kështu në një fillojna. Do me thonë e kemi pas një javë pushim kështu, për me rikuperu vetën pak, po besoj që vallëzimi për ti nuk ka ndalë. Jo. Ti e ki pasion këto, mujna me thonë. Po se në gjithë, kur e kom pushim pe pianos edhe pe baleti, gjithë vështroj muzika dhe vallëzoj. Do me thonë shumë e dojna muzikën. Po. Te këtu gore, te këtu, qarë sa një preferun, për shambu, sa ato e kemi edhe veshjet të ndryshme, edhe do të më kujdesa pak për dukjen. Shambull, nëse jemi kështë me naj gorë, edhe e ke bojë qatë vallëzim, edhe kryte, edhe i kive shambull 5 minuta, nuk do të me janis me folë, jo kështë, për ju, le të koncentruhesh mirë, kështë mas pori le të veshë, se sa në vene, le t'i krynë krejt, ta një folë bë qa dush. Edhe balerinat i kemi ata fustonat shumë të bukur. Po. Ata, me të vërtet është ajo që për një me një herët vjenë sy, kështu, edhe që ajo ndoshta e ngjall dhe interesimin për balet edhe krejt. Po shambull, nëse e kini variacion, edhe është fuson i bukur edhe variacioni ka më koni bukur, po nëse adin është shambull kitri, unë që e ku pos, do të më ka fuson i kuq. Po. A më dë që nuk e kanë pos, kanë mujtë me bu të zi, a më nuk kanë adhe kështë mujtë me bu që ato, se s'duket edhe shumë mirë tani. Pra kita ato detajet e bujnë, e plotësojnë vallëzimin, kështu. Po, se duhet adhe pej fustonit kështë mirë, duhet për s'ka lidhje pej fustonit pej veshjes, më rëndësi pa gjumat, që pa gjumat e këto tjerat. Po, më rëndësi është vallëzimi, me bu mënyrën më të saktë, pastaj edhe pomja e plotëson ato, pra do të mi pas krejt ato sene, nështë anë një nivel këtë gjatë nalë që mu mundu mu kompletu krejt ajo, edhe që ku i kemi medaljet. A mund është më nga të regu për ndështë një eksperiencë, një gardë caktume që ty të kalon mas shumë të imbresat ma të mira, të ka bu ty mu një ma mirë, edhe tash kër e kujtën, t'jep emocione shumë të mira. One, kër jom konë një herë në Turki, që e ku bu kitrin, jo adin friksu një herë, ja kum nis me vjetë se jo konë edhe pak e smurt, edhe tani, herën e dytë kur jo konë me bu Esmeraldën, ja kum nis me bu, kum pos edhe atë pak stres, po, kum hitari në gala, që është një vallëzim historike që metë, edhe unë e kum hije, atë që është shumë mirë nëse ki sukses, edhe është shumë mirë nëse hin galla, se aty tani shumë njerëz mujnë me të njoft, se është në kështë vallëzim historike. Do të thonë shumë vallëzim e rëndësishëm, po ashtu edhe kur e shohin dikush që ke talent, pra shkon në për vende ndryshme, garat e ndryshme, merr medalje, atëherë edhe personat e tjerë njohin edhe merr suksese, domethënë më shumë. Mundë me thonë që jeni bu pak e famshme, Po se nëse kështë shambull hin galla, si korone, është shumë mirë se tani adin veç ma shumë vetë të thirën edhe gara ma shumë medalje. Te përmende që ke qenë edhe pak smut, po te e ke te i kalu ato, dhe me thonë edhe e ke largu edhe në gjendë në shtë shëndetësore, pak e ke anashkalu që për medalë sa ma mirë vallëzimi.
gjithmonë ai mundime, do me thunë edhe serioziteti është ajo kryesorja që po marrëm do me thunë për shpërbleme, me medalje ndryshme, po ashtu edhe pjesëmarrja është shumë e rëndësishme, po kur e marrim medaljen është emocion tjetër. Po, shembull, nëse marr vendin e parë ose dytë ose tretë është shumë mirë, se unë njëherë kur jam konë që është në Shkup, e kom marrë vendin e parë 3 herë, edhe jam gëzu shumë, edhe kur ja ka nisë krejt me dola dhe piskine, unë veç bësh avallëzime se jo ka shumë emocione, u konë Do me thunë emocionet pa përshkrushme, a? po, u konë me luktëri, u konë me krejt, u konë. Qyshe heq stresin, ndoshta ti para se me dalë në skenë? Unë heki stresin që mos mi thonë vetës, ju ki me morë vendin e parë, ju ki me morë vendin e dytë. S'po mani na ka me morë vendin e parë atë dytë. Veç po mani që ku morë pjesë qatë vend. Pra e heqim ato, ndoshta atë stresin se çka ka me ndodhë pas përfundimit të orës, por si po del performanca aty? Aty, nëse kështë i shtripa gjumat, i shtrin gjojt e krejt, mund është me marrë një shpërblim shumë të mirë, që merë vendin e parë, dytë ose tretë. Do që ta më fokusu pak edhe tek shkolla, që shë balancon ti tash me mësu, me jenë zonë se ekselente, edhe me mësu edhe mi bu kejtë këto aktivitete. O pak si shtirë se kaj herë, kur kemi naj kongës e naj festival kështë në shkollë, mu mësu si ja kaj herë, adin krej klosa e di që jëmë balerinë dhe u thot kaj herë, a mund është me qitë kongë me bu naj pjesë balerinës që atë i thëmë e Pra ti në çdo këshyri. aktivitet, je ftume atë. Po, Do me thënë shumë mirë ka lënë në shkollë edhe po besoj edhe shokët e shoqet e klasës ty në mbështetin edhe gjithmonë edhe në për këto organizimet, sepse kemi edhe organizime shumë në shkollë, me nxespresën që ti me dalë në skenë edhe me manit me vallëzimin tënd. po se adin unë e gjithë kur marrë në event porës e dytë kështë, gjithë pruja adin në sen, kështë me bashkëpunimin e momit, Me festu krejt bashka. po me festu këtë bashkë, që ku morë vendin e parë, dytë ose tretë. Kjo është një gjë tepër e mirë, edhe po besoj që ti edhe ndihesh shumë krenare edhe kur të kthehesh pas kësaj. Po, unë ndina shumë krenore, sepse adin veç thëmë, o shqyralloj që e mura në i vend, ta zhveç me qaste me doljet e mija këtë. Do me thonë të shtëpia të ndomë e keni po besoj një të mbushur me këto medaljet edhe sukseset e tuaj shfaqen gjithmonë. Po, unë kur flaj i këm qëtu për mi krejtë krykëm. Do me thonë, jemi shumë krenar, dhe këto gjithmonë tash të kanë në vetë, do me thonë, ju llogarit në vetë, ndështë pas 10 viteve kemi pas, okej, në këtë mosh kështu të kujtohet ajo, edhe me të vërtet është edhe një ndjen nostalgjie edhe krenarie. Po, sigurisht, unë kam i mojtë këtë këto kujtime në bend. Pikërisht, kështu që po besoj që edhe me këtë vendosmëri, me këtë vullnet për me vazhdu me valet, atëherë na mujna me vazhdu me marrë edhe çmime edhe më të mëdha, do me thonë, me marrë pjesë shumë më shumë ngora, sepse ti ende e vogël, pra kështu që ti po ashtu je disa vite pra më përpara, mundi me thonë, se sa disa vajza për shembull që dojnë më mirë me valet më vonë, ti ja ke fillu më njëherë. Po, se unë kur jam konë kështë në herën e parë në gorë, aty jo ko shumë e vogël edhe krejt shoqet e mia theshin si bubu do kështë, se heq gotës jam duk. Po, aq e vogël edhe shumë vullnet, do me thonë, pasione edhe dashuria për baletin është ajo që e ka më gjatë. Po, A mendon që është i lindur talenti? po është i lindur sigurisht. Do me thonë, do të me ushtruat talent, mos me lonë veç talentin, okej, te e ki, po edhe do të me ushtru që për me pas me mri mojat, mina me thonë. Po se une, kur kështë që thash vazoj, une, adin kështë vend që vish me vazu për veti, unë adin mununa sikur që jam baljet. Adin mi shtri pa gjumat, mi shtri gojt e krejt. Qysh kalon në ushtrimet e baletit? A jeni shumë vajza aty? Jemi shumë vojza, dhe unë knoshna shumë me shoqet e mia,
edhe aty nuk kemi edhe aq shumë stres. Po, aty sepse vetëm ushtrimet edhe kur je bashkë me shoqja aty, kënaqesh sepse është edhe jeni duke ushtruar diçka shumë të mirë, edhe nuk e marr ti si detyrë ato, por e ki për çaf. Po se kështu adin na mësusja pak vënohet se nuk o kështu në Prishtinë për Lipjan. E na në Prishtinë të kena që që vënohet pak, e na vend që kështu me full kështu, une nuk fulli për ushtroj maspori, deri sa të vjen mësusja, tani kur vjen mësusja veç e me përgatitur. Do më thonë tani e vazhdoj në mënyrën më të mirë të mundshme edhe ushtrime. Po. Deshta mu këtë edhe një herë të shkolla. Çka të pëlqen për shembull tjetër në shkolla? A ki ndonjë lëndë preferume ose diçka? Unë kam lëndën e preferume muzikën edhe orti, sepse muzika është shumë e lidhë me pianon, edhe me baletin edhe orti është që veç e kam relax. Do me thonë edhe në lëndën e muzikës, dhe te ajo e veçumja që edhe e kem su pianon, edhe kenë me aty shumë kongë, së mizimi, krejt janë ato që ti edhe ato detyra ati bën me qef, edhe kur kemi ndonjë manifestim do me thonë në shkollë, organizim në shkollë, ti merr pjesë në ato. Po. Për në fund, cili do t'ishte mesazhi për bashkëmoshatarët e tu, për shokët dhe shoqet që kanë dëshirë me vazhdu në rrugën e baletit apo të muzikës? Kështu shembull nëse ata kanë qef me vallëzu ose me këndu, po që i vjen turp, është për thonë, ju keni shumë sukses, keni sakrificë, edhe keni pak durim, me ushtru shumë, e deri sa të merë sakrificën tonë të mirë, të lumtur, nëse je lumtur për vetën tonë, atë bota jote. Super. Atëherë Hona, faleminderit shumë që ishe sot në studio dhe përmbyllëm kaq mirë me një mesazh kaq të bukur për këtë shikues tonë, po ashtu edhe për vajzat e djemtë e bukur që ndoshta kanë qef me vazhdu në këtë drejtim tonden, edhe po besoj I kemi frymëzuar shumë. Po edhe faleminderit që më ftuat ju këtu. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.